12 mësimi. Atëherë përshëndetje, mirë se erdhët. Me qenë se forumi i këshilltarëve jemi fizikisht prezent 11 këshilltarë, Aleksandr Doda që doli se e kërkuan tek institucioni dhe po vjen, dhe 3 këshilltarë janë online. Erald Marko, Armir Marko dhe Denisa Pietri. Që mbledhjen e deklaroj të hapur. Si që një njohë në rendin e ditës, kemi këto pika për të shqyrtuar për sot. Pika 1, projekt vendim me numër protokolli 2193 për miratimin e ndihmës ekonomike. Pika 2 është analiza mbi realizimin e buxhetit bashkisë Mirdit për 4 mujorin me numër protokolli 2319. Pika 3 është informacioni detajuar mbi performancën tekniko-ekonomiko-financiare të ujësillës kanalizimeve SHA Mirdit, e kërkuar nga Këshilli në mbledhjen e kaluar, diskutuar në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë dhe të Financës me 23 maj. Pika 4, projekt vendim me numër protokolli 2318 për miratimin e marrëveshjes tip për krijimin e subjekteve me kompetencat përbashkëta të ujësillës kanalizimeve, SHPK ujësillës kanalizimeve ndërmjet Bashkisë Mirdit, përfaqësuar nga kryetari zoti Ndrejc Dedaj dhe Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës, Agjencisë Kombëtare të Ujësillës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës Mbetjeve në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 302 datë 11/5/2022. Pika 5, projekt vendim me numër protokolli 2352 për miratimin e tabelave të situatës financiare të Bashkisë për 4 mujorin e parë 2022, diskutuar në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë. Pika 6, projekt vendim 2350 i protokollit për miratimin e anekseve të monitorimit të buxhetit të 4 mujorit të parë 2022, diskutuar në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë me 23 maj. Pika 7, projekt vendim me numër 2351 të protokollit për përdorim fond mbrojtjes civile. Pika 8, projekt vendim me numër 2353 të protokollit për përdorim të fond rezervë. Pika 9, projekt vendim me numër 2403 të protokollit për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 41, datë 19/4/2017 për caktimin e kufive të pagave të punojësve të administratës Bashkisë Mirdit dhe institucioneve në varësi. Pika 10, projekt vendim numër 2404 i protokollit për miratimin e vendodhjes tregut produkteve agroushqimore sipas plan vendosjes pasuria numër 806, zona kadastrale 3224, qyteti Rrshen. Pika 11, projekt vendim me numër 2405 të protokollit për një shtesë në vendimin numër 11 datë 31/1/2022 për miratimin e pagesës qiras për një periudhë 1 vjeçare sipas vlerës së tregut për familjet e pastre. Pika 12, projekt vendim me numër 2406 të protokollit për miratimin e masës përfitimit në vlerë monetare sipas strukturës së banimit dhe vlerave të preventivit sipas projekteve model për subjektet përfituese të grantit të rindërtimit. Vendimi i Këshillit Bashkiak Mirdit numër 86 datë 30/9/2021, të cilët kanë zgjedhur që ndërtimi i banesave të tyre të bëhet në të njëjtin truan. Pika 13, projekt vendim me numër 2426 fraksion 1 protokollit i kryetarit Bashkisë për përcaktimin e depozitimit të materialeve të nxjerrura nga gjatë gërmimeve dhe proceseve tjera të punës gjatë ndërtimit dhe përmirësimit të rrugës automobilistike në segmentin Përlat Qafë-Mërkurth, njësia administrative Selit, Bashkia Mirdit. Pika 14, 15, 16, 17 dhe 18 hiqen nga rendi i ditës sepse nuk është paraqit materiali. Pika 19, miratimi dorëheqjes kryetarit të fshatit Lëgjin, njësia administrative Orosh, zotit Lazar Preng Nikolli. Pika 20, miratimi dorëheqjes kryetarit të fshatit Prosek, njësia administrative Kthell, zotit Tonin Mark Gjonaj.
Pika 21 shqyrtim në seancë i kërkesave në ankesave qytetarëve. Janë shtuar 3 projekt vendime të cilat ju janë vënë në tavolinë. Projekt vendim numër 2462 protokollit për përdorim fond mbrojtje civile. 2 projekt vendim numër 2466 për përdorim fond rezervë dhe projekt vendim numër 2475 fraksion 1 për përdorim të fondit rezervë. Ka kush në propozim tjetër? Kush është dakord me rendin e ditës? Ju lutem me karton. Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet rendi i ditës. Atëherë fillojmë me pikën e parë të rendit ditës. Projekt vendim numër 2193 protokollit për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kurrizor për blok ndihmën deri në 6% periudha 1 deri në 30 prill. Ka kusht në? S'ka. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? Nuk ka. Miratohet. Vazhdojmë me pikën e dytë të rendit ditës, me analizën mbi realizimin e buxhetit të bashkisë mirëditë për 4 mujorin e parë të vitit 2022. Materiali është diskutuar në ndërhyrjen e Komisionit të Ekonomisë dhe të Financës. Po, kush e don fjalën? Pyetje Komisioni i Ekonomisë. Po, faleminderit kryetar. Komisioni i Ekonomisë, Financës dhe Buxhetit është mbledh ditën e hënë datë 23/5/2022 dhe ka diskutuar në detaj analizën mbi realizimin e buxhetit bashkisë mirëditë për 4 mujorin e parë të vitit 2022. Realizimi i këtij buxheti, siç kemi thënë, çdo 4 mujor dhe analizë vjetore përbëhet nga 23 programe. 22 kanë qenë duke përfshirë dhe programin e rindërtimit 23 programe. Kategorizimin e të ardhurave nga për buxhetin kemi thënë vazhdimisht se nga vijnë, nga grandi, nga të ardhurat e veta, nga të tjera, dhe përsa i përket të ardhurave që ne diskutuam në komision, kemi një realizim për 4 mujorin në masën 73%. Është një masë e konsiderueshme, e vlerësueshme, edhe nga ana e gjithë komisionit, por besoj edhe nga ana e Këshillit, pasi 4 mujori i parë është më tepër sensibilizim në mbledhjen e të ardhurave, se sa pagesat plota 100%, sidomos taksat familjare. Pra është një justifikim që meriton për të vlerësuar dhe është tregon premisat që do kemi një realizim të këtij programi në fund të vitit. Njëkohësisht, për sa i përket shpenzimeve, kemi një mirë menaxhim të shpenzimeve, njëkohësisht një realizim në masën 96%. Kuptohet, për sa i përket investimeve, që edhe Këshilli është i interesuar të kuptojë për sa i përket investimeve për 4 mujorin e parë të vitit. Ne si Këshilli ja kemi miratuar drejtorisë rrugëve rurale, pothuajse buxhetin, që të marrë vendime, të marrë rregullime ato pjesë infrastrukturë, ato gjëra që kërkon shërbimi në Bashkinë Mirëditë, edhe ajo drejtori ka filluar sidomos në kanalet Vadice, pasi kemi pas problematika në Rrëshën dhe në Malej, po punohet, edhe në sistemimin e rrugëve, si që është rruga e Oroshit, rruga e Kaçinarit, e tjerë. Kështu që s'kam që tham tjetër, pasi është më tepër një analizë në parim 4 mujore, vlen për të vlerësuar drejtoria buxhetit, pasi jemi në muajin e 5 dhe sot diskutojmë dhe analizojmë realizimin e buxhetit për 4 mujor, që është
jemi në kohë pothuajse rekord në një analizë tillë. Projekti kaloi në Komisionin e Ekonomisë. Faleminderit. Faleminderit. Kush ka pyetje? Po. Zero. Nëse buxheti pas pak 75% nga figurueshëm në infrastrukturën nga Ministri apo apo fond vogël si ato të bëra në projektin e bank. Nga ultima instancë ato Po këtu më këshirë pëse më vjen pak çudi edhe me bashkinë mirëdijës si e lën mazdore një gjatë tillë. Se ato bume s'po i bën ato bume se tani do ta vendosi bashkia, se më flas bashkia mirëdijët, që atë rrugën që kalon për Rubik, a është rrugë ndërqytetase apo është rrugë nacionale. Edhe tani do një pyetje direkt nga zoti nënkryetar i bashkisë, Zëvencit, ma thoje tani, në moment e du, sepse sa është i ka ato njohëri dhe kompetencat. A është rrugë ndërqytetase apo është rrugë nacionale? Rruga që kalon në për Rubik, domethënë nëpërmes Rubikut, nacionale. Atëherë, a ke pas një rrugë nacionale që nga një anë hyhet edhe nga anë tjetër nuk hyhet? Jo, ma thuj, a ke pati në herë? Nuk është pyetje për mua kjo. Jo, për ty është. Disa më përgjigje, a vjen ti dot në Roshen, fal pak, a vjen ti dot në Roshen, edhe pastaj më kthy marr Rubik s'vjen dot më? Atë e vendos autoriteti rrugor shqiptar se nga Nuk, atë kush e vendos nuk më intereson, s'u e di kush e vendos. Po si bashki do keni kompetenca dhe forcën. si Të thoni, është rrugë ndërqytetase apo është rrugë nacionale? Se unë po i bi pak larg, nëse ti më ke kuptuar se ku do më dal, po nuk e besoj, se ndoshta se ke aftësi. Po do ta kuptoni. Do ta thoni tani këtu, a është rrugë ndërqytetase apo nacionale? Se po që nacionale e rrugë e autoritetit rrugor shqiptar. Atëherë urgjentisht tani, shoni ato punëtorët e juaj ka të keni, të vend tabelën që në rrugën kur vjen nga Rësheni në segmentin aty në Munaz, të futen qytetarët atëherë për Rubik. Urgjentisht. Sepse nëse ai rruga është kundravajtje, ai nuk mund të jetë kur rrugë nacionale. Kur? Besoj se e dini, se nuk besoj se jeni kaq të paditur. Tash ju, këtë eliminoj se i dini gjanat, po të nështroheni kaq keq qeverisë qendrore ku ato se dini ju, edhe të penalizoni qytetarët e Rubikut, kjo është e patolerueshme. Jam dakord se ajo rrugë e rrezikshme. Për mua fut aty në krahun sa është kthesa futesh në krah pajisë rrugës aty për Rubik. Por ajo rrugë, sikur është e rrezikshme ajo segment aty, është po kaq e rrezikshme edhe segmenti që vin fshatar nga rreth i për futen në Rubik. Dhe ato ndërpresin rrugën nacionale, kryesore, ndërpresin. Dhe mund të shkatojnë aksident. Sikur edhe ato të Munaz më fut në rreth Ebër, është identik. Po çka në qytetarët e Rubikut, çka kanë, ju kanë bosh dikujt. Ato bizneset që kanë biznese aty për rreth rrotull, të vjen një autobus edhe mos fut më në rrugë të bën një unas për 4 kilometrash, edhe të vjen laçet vjetër. Po më qytetarë që do shkojnë në Tiranë, që ta paguajë 500 lekë më tepër për atë biletën. Ose ta harxojnë naftë nga i shoferi i furgonit, ta harxojnë naftë sepse do bëj 4 kilometra shtesë, edhe çmimi o do ta rrisë ose ashtaj. Domethënë bëni diçka që nuk e dini se, domethënë çohet një, ja këtu është rrezik, do vend tabelën mos tyn qytetar. Pastaj thoni, jo më rruga në Rubik është rrugë nacionale, nuk i bëjmë dot bumet. Ku kemi pa rrugë për botë nacionale që mi anë vije jetë e mandje nuk thehet. Po vimi tabela që në Roshen, ke autostrada, ku shkoj për Roshen shkoj, mu këthin Rubik, s'ka ma mu këthin Rubik. Rruga, mund të thoni jo, po se tash se mund të themi jo, po edhe në përbot ka rrugë nacionale, interurbane dhe rrugë urbane. Kemi rrugën dytësore. Por ju si bashki, kur vjen rruga D aty që ka autostradën për 10 metra vend, me që zonë më kryu rrezikshmëri, pse nuk e bëjnë një rrugë me kalu aty, se lepër me bëhen ndërtesa të marrë anagrafi i lejoni. Shumë bukur le të bëhen. Do të jeni ma të kujdesshëm, jo, pritet. Se këtu është një rrugë shumë e rrezikshme, ne vëmë tabelën e bllokojmë. Qytetarët ato që kanë biznese i penalizojmë.
Normal, se këtu janë këtë nga Rësheni, edhe nuk ju intereson. Unë jam i vetëm që jam nga Rubiku, dhe ato që janë nga Rubiku nuk kur të marrin pjesë bëhen nga Rësheni. Jo, po me të interesu të ishin bëhen ato vjetë e bardha gjëna kryesore. Ha? Po problemi, po ata shkruaj këshillën, më thënë, unë jam i vetëdijshëm se ky këshill, unë ka çukur vjen letra 2 ditë para me na vjen neja, nuk ke as komi lexu. Po këshilli do të vejë vijat e bardha në mënyrë urgjente, ma kuptoj se është urgjent, është urgjent. Ne japim unë flas për rrugën që po të studon ti. Nuk ka si kompetencë për atë rrugë, as për të vendosur tabel, as për të hequr tabel. Ti jo, po e ka Bashkia Mirdit, më çfarë jemi ne më? Bashkia Mirdit për nuk e ka. Çfarë jemi më ne? Është pronësia tjetër. Kush ti më shtëpinë ty më? Aty kush ti më shtëpinë ty? Pronësia jona. Aty kush të shtëpinë ty? Aty tash kush në shtëpinë ty? Shtyp kush. Do të thosh jo zotëri, se jam shpina ime, ku të shku. Edhe Bashkia Mirdit, fal Borzani, edhe Bashkia Mirdit, do i thojë aty sipër. Jo më jo ku shkoni ju. Prit. Se ne nuk na shtypni, shumë bukur. Por se ky tash Atëherë, se për shkak të mjetave të stigje. Unë kam të bëj Tash është pronë tjetër ku nuk është pronë jona dhe nuk vendosim ne për atë punë. Ne kena bën kërkesë edhe në Ministrinë e Infrastrukturës, edhe në Autoritetin Rrugor Shqiptar. Kanë ardhur dhe komisioni posaçëm dhe kanë pa edhe atë problemin e parë dhe dytën që do të dhe nuk kanë pranuar asnjë lloj tolerancë për këtë punë. Po si mos s'ka tolerancë, sepse jo më atë thonë, okay, Rubiku nuk është marrë nacionale, shumë bukur, mund ta pranoj. Hyrjen dhe daljen e ka ndër më të mira në Shqipëri që ka. Po, e ka hyrjen dhe daljen. Tash me bën për Rubikun 2 hyrje. Atëherë po pra, atëherë dalim kështu. Jo, dalim kështu, atëherë nuk mund të jetë rrugë nacionale. Nuk mund të jetë rrugë nacionale. Se s'ka se si rrugë nacionale ai pastaj. Këtu po dal, o njana o tjetra. Është e qartë se ta vendosim tash. O e kemi, po nuk mund të jetë nacionale. Ora se është atje se nuk ka ndryshim mund të jetë. Por që duhet ndryshuar në urgjente. Ndryshoj atë status, nuk mund të jetë nacionale. Po nuk ndryshohet në mënyrë urgjente se e themi ne këtu. Tani iniciative. Një minutë. Nën kryetari i bashkisë po të sqaron. Se ndryshon dot? Ti më thua është pa pranueshme se ndryshon dot, ti ndryshon. Bashkia ndryshon. Nuk do zgjedhi. Okej, të dyja s'm ndihmoj ajo Ministria e Infrastrukturës të asaj rrugore. S'ka si më majt. Po jo, nuk ka, po s'ka se si më. Po e vendosin janë qytetarët e këtij vendi, mos e nuk e vendosim. Se jam antar këshillon, se ju. Si ka votu popull më ju. Ai ka votu mua në tavolinë. E me ne këtu s'të vendosim, po ç'a vendosim ne? Me mirë atu ka si bie ti këtu. Po normal, po për çfarë? Po mos e vendosim se apo bën mirë ditë. Po nuk e vendosim dot tani. Po pari me vendosim, pari me vendosim, nuk e vendosim. Nuk do të marrim mbledhjen e këshillit një orë shqetësimi që ju ngrini është i drejtë. Po këto i drejtë mbaroj këtu. Nuk të jep shpjegim këtu. Tani në vend që të themi shqyr që është vendos pengesa aty sepse kanë ndodhur aksidente, ne themi të prishim rregull. Vijat e bardha përse nuk janë vu në Rubik? Ka një muaj sa. A do marrim leje në Tiranë për vjet e bardha? A mund të vej Bashkia Mirdit do vjet bardha me shku me marrit boj, edhe mi ly, me bado, mi bashkë si duhet? Po është e mundur. Po ja të seroj drejt. Po se nuk ka atëherë ta lejem. Urdhëro drejtori. Përshëndetje. Sa për vijat e bardha, ju them se është baza materiale është stacionuar në njësinë administrative dhe maksimumi deri nesër janë të përfunduar. Nesër në darkë janë të përfunduar. Sonë në darkë është dhënë urdhër për të bllokuar lëvizjen për qytet 9 të darkës, do shkojnë edhe punojësit e tatimeve për të qenë. Nëse unë po të shpjegoj. Po të shpjegoj se Jo, po ka një ajo baza materiale ka një procedurë për t'u ble. Nuk ka se e marr sot unë shkoj e blej një kopë sot. Po nuk blihen vetëm për njësinë Rubik, tani do blihen për gjithë. Dakor. Po ke të drejtë.
Po si nuk e kuptojnë, si flet kështu në mënyrë të papërgjithshme fare. Kush nuk e kupton? Ky është inxhinier, ti thon nuk e kupton. Si është çfarë po flet? Se të kuptoni, se nuk din, nuk e jeton, nuk e si se jeton, mor, si nuk e jeton atë ditë për ditë. Pa ne thamë, Po jo, nuk ta jetosh, ta kuptosh diçka, mos edhe të bosh ti inxhinier, më shkollë, po se futen në funksion, nuk je i afër, ke thjesht në shkollë. Unë s'tap se ai nuk ka Po tani jepi diplomën për atë. Do të dosh aty. Problematika është se qytetarët e çat mbajnë çojnë qytetarët e Rubikut, sa kjo është një gjë se e shkulin tabelen o ti veni ashtu sepse bashkia nuk i ngjan. Unë i parë tham është rrugë rrezikshme mu fut aty, s'po tham se nuk është. Po çdo futesh aty. Do ta zgjidhni policia me u fut. Do ta zgjidhni. Po çfarë është policia? Zgjidhja nuk është për të heqë tabelat, zgjidhja nuk është pra, nuk po tham unë. Të bëhet hyrja në krahun tjetër të djathtë. Po kush është? Edhe ai rruga thash si hyn në Theba është rrezikshme, ajo lejohet. S'di se më bën, hajt bëgën një herë se edhe ajo shumë rrezikshme është. Gjithë ti nga rreshën futesh për rreth tepër. Ku shko ti me alun rrugë kryesore, në rrugë ekstraurbane? Ku shkon ti? Futet në jo, mos duhet futet ai. Mos duhet futet ai. Shko veni tabelën se s'duhet aty. Tash mos flasim ni po, ni jo, atje po, si het. Dakor, faleminderit. Tjetër, kush ka pyetje? Kush buxheti më se ka ato 4 milionë dytë. I ka bë lek, vazhdoje bëj edhe bumet sepse është rrugë po qytetase. Se s'kam prejë dhe sa gjatë? Jepja, cekës. Merë mikrofonin, lutem. Tentoj për fshatin Dardhash, për një rrugë që janë 30 vjetë që e kërkoj. Tentoj që 4 copë fshatra në sang është shumë ma letë se sa në mashtërkore, shumë mirë që ja ba atje bravo qoftë. Po domna që rreth rrotullimin aty, ose rruga dytësore, nga fonit asfaltohet e deri në sang. Nuk po thamë me e shohat në fshatin tim. Në fshati më rapa arratisit që më të ketë rrugë, më të ketë makinë. Ka shkishim unë. Kur t'ju bje në nërmen, 30 vjetë, të i zëti pjetër, jam me dy që e kërkë këtë rrugë. Kjo sa nga bim? Ka shkishim. Maria, si edhe pak. Atëhere përshëndetje gjithëve, sigurisht sot është analiza e 4 mujorit është një material dokument i rëndësishëm për cilën unë pata mundësin të jenë prezent herës tjetër në mbledhjen e komisionit. Sigurisht ne i trajtuam disa nga problematikat, por vlerësojmë përgjithshme është një material i realizuar mirë, i prezantuar mirë edhe në komision, po edhe sot në Këshill. Nga problemi i taksave dhe i tatimeve, se dy janë shtyllat kryesore, finansat dhe tatim taksat. Me sa na tha shefja, ishin 2 lloj taksash, janë në vështërsi, domethënë sigurisht është shpejt, është një fazë sensibilizimi kjo dhe mendojmë që deri nga funi vitit mbledhen, ishte taksa e ndërtesës, edhe taksa për familjarët edhe e ndërtimit, se dhe ato sjellin të ardhura dhe taksa bujqësisë. Në fakt edhe ne si këshilltar, me thonë drejtën, unë ndoshta ju bëj një thirrje, edhe ne si këshilltar na takon të jemi pjesë e këtij sensibilizimi. Na takon, domethënë që diçka të bëjmë, sigurisht ne ja kërkuam zyrës tatim taksave të sensibilizojnë dhe të bëjnë të mundur që këto 2 taksa të vilen kohën e duhur edhe të vilet maksimumi. Është pozitiv fakti se edhe kryetari i komisionit nuk e përmend, është pozitiv fakti ulja borxhit. Unë nuk më mend, po di një shifër më të madhe kur ne kemi nis mandatin, pra është treguar një kujdes i vazhdueshëm nga viti në vit për të likuiduar borxhin. Kjo është një gjë shumë pozitive për bashkinë. E lam në komision tjetër që krahas me analizat buxhetore të financës të vinë edhe analiza për investimet. Tani duhet kemi një gjë parasysh. Ne sigurisht kemi qyteti, fshatrat, zonat kanë nevoja pafundësisht, por jo të gjitha gjërat planifikohen një herësh. Nuk mund të bëhen gjitha një herësh. Sigurisht ne në fillim kur kemi miratuar buxhetin, na kanë sjellë dhe një listë
prioritare të investimeve për Bashkinë Mirdit për vitin 2022. Tani, sigurisht, bashkia, ju e dini specifikën si vjetë, që pjesa financës për investimet publik i kalojnë drejtorisë shërbimit publik. Pra, unë e kërkoj që në unison, kuptimin që kur do që banë analiza financiare, të sjellin dhe një raport për investimet. Sa nga këto investime janë realizuar. Sigurisht ka dhe emergjenca, po flas për këto të planifikumet. Dhe duhen banë, që janë emergjenca, unë jam dakord dhe me shqetësimin që ngreti Admiri, sigurisht vijat e bardha e ca tabela janë pafalshme. Se mund të sensibilizojmë dhe komunitetin edhe ato ngritjen protesta e kërkesat janë të lishme, edhe mund t'i sensibilizojmë, pas një nuk banzon, se edhe ti i vetëm nuk mund t'a zgjidhësh problemin, as në këshill nuk është kaq e lehtë të pas parasysh specifikën e rrugës. Ju Admir më falë, se nuk e kisha drejt për drejt me diskutu, po ju thoni ju nuk i njihni. Realisht ne jemi këshilltar, kemi një jetë tanë, kemi lëviz, njohim gjithë Mirditën, jo zonën e Rubikut, kështu që këtë gjë ti s'duhet ta thush. Sa nga ne, e ditë këtë problematikë, e dyra problematikë. E njoh edhe unë. Gjithë e njohin, të gjithë, pa përjashtim. Pa përjashtim është se kemi hyrë në Rubik. Pyetja më e thjeshtë, pyetja Asnjë, dyta se do fal tash me specifika. Po polisi nuk e di jo sepse nuk e di, nuk jetojnë se dorë material këto, jo, mor nuk është se si jetojmë, po jetojmë sepse lëvizim. Dhe se nuk të desha me hap diskutim. A mund ta përfundoj unë? Admirit lutem, a mund ta përfundoj? Krejt e drejta s'po e diskutojmë ma se s'po humim koma. Tani për drejtorinë e financës. Nga Komisioni Barazisë Gjinore, Flora, krejt dasha mirësisht, se sigurisht unë e falenderoj vërtet administratën, sepse të gjitha kërkesat që kemi bën në emër të Komisionit Barazisë Gjinore, po thuj se pjesa dërmuese kanë gjetë zbatim. Tani, me sa di unë, me ligjin 139 të veçeverisë vendore dhe të financave, ka një detyrim nga ana e administratës, kur të sjellë shpenzime të tjera të përgjithshme, të sjellë dhe shpenzim politika gjinore dhe shpenzimet që bëhen për të respektuar ose për të zbatuar këto politika gjinore. Ndoshta ju e keni se këtë mund ta bëjë dhe sektori tjetër, po mendoj se duhet paraqit një zaj veçantë tjetër edhe se respektohen mjaft nga gratë mbështeten me projekte, sillen projekte për mbështetje sociale, sillen projekte për gra të divorcume, kemi pa një sër projektesh, pra të bëhet një raportim i përgjithshëm sa shkojnë për buxhetimin gjinor. Se buxhetimin gjinor në fakt është një term i ri që është kërkuar, po thuaj se ky mandat, se unë nuk e di nëse përpara, po kjo është. Unë vërtet ju falenderoj për punën që keni bërë edhe për prezantimin e materialit tepër serioz. Faleminderit. Faleminderit. Po, rrota fjalën. Po, do kush fjalën? Atëherë, kush është dakord me analizën? Kundra? S'ka abstenim? S'ka, miratohet. Kalojmë në pikën e tretë të rendit ditës. Informacioni detajuar mbi performancën tekniko-ekonomike financiare të ujësjellës kanalizimeve. Kush ka pyetje? Një gjysmë diskutimi e bëmë dhe në mbledhjen e kaluar. Materiali është një material i hollësishëm, i paraqit nga administratori i institucionit.
Edhe në Komisionin e Ekonomisë, unë diskuto shumë gjatë, mi kalu mbi 1 orë gjys debat dhe diskutim për shumë problematika që ka kjo nërmarrje, natyrisht që kjo është një ndër nërmarrjet më të vështira. Po, Si treguesit djetë, jam dakord me treguesit gjitha, unë kam një pyetje sqaruese. Aty del një drejtues me 5 punëtorë. Administrata del 13 persona, në sa punëtorë 48. Çfarë raporti është po këtu nga administrata në raport me punëtorët? Dhe a mundet ta kani një llogaritje për shembull, kjo administratë në çfarë merret? Efektivitet s'ka. Se që të ketë efektivitet, do të thotë administrata do të ketë një efektivitet. Më duket sikur nuk e justifikon për mua kjo lloj strukture organike, 13 punëtorë. As i koha historisë 7 të sistemit parë komunist që thoshim një drejtor me 7 një traktor me 7 drejtora e SMT-s. Edhe kjo më duket jo normale. A mundet kush më argumentoje që 13 vetë administrat qa merren në sjellsin. Të fillu ke drejtori, që se po ka shu, kam shumë respekt në Golim. Të nuk i kemi sot bashkë, po i kemi me kohë. Nuk kam, po në raport me punën. Që të paguesh, ne vim tu një mbledhje, po ki marrë dhe mbledhje, qili po të shkojmë në janë, e të marrëm një pagë. pyetja është e qartë, na japin shpjegim. Po mund tjetë gjatë vjetër, po unë them që Jo, po ta presim përgjigjen, pastaj ke drejtën të diskutosh. Po pa. Okej, faleminderit atëherë, faleminderit. Unë jam dakord. Faleminderit. Tani, numri punonjëse në sjellës është 61. Tani, duket sikur janë shumë, po janë në gjithë sjellësin e Mjerdite, domethënë në Rubik, Reps, Barxhan, në komunën e Kthellës, në Rrëshën. Tani administrata nën kupton, jo vetëm administratorin, por vazhdoj përgjigjen. Tani, të lutem zoti këshilltar, do ja përgjigjen sikur dita ja punë. Tani unë kam në administrat kam inxhinierët, kam ekonomistët, kam llogaritarë, sepse ne kemi punë të jashtëzakonshme edhe me letra aty. Që shemi informacione në Ministrinë e Linjës dhe tek enti regulatori i ujit. Mos mendoni se është punë e lehtë, janë të ngarkuar dhe 8 orë janë në punë dhe nuk dalin as në kafe. Nëse do ma gjesh një punëtor të administratës në kafe, atëherë më thuj, do marr masa me një herë. Për sa i përket punonjësve, tani punonjësit i kam përcaktuar atë ke roje, ke punonjës, sepse e kam darë në sektor, ke 19 janë vetëm roje depësh. Ke punëtor 10 për Barxhanën, nga burimi i Barxhanës, 4 i kam vetëm për rjetin me kontrollu, sepse kam pas probleme të shtunën dhe dielën. Ngrit një çoban dhe hap një shkarkues tek gjeologjia e Repsit dhe duhet gjithë ditën me stabilizu kolonën e Barxhanës. Pra duket sikur janë kot ato punonjës. Por në realitet kanë një rëndësi jashtë madhe. Pra 2 ditë kam pas probleme në Fan dhe në Reps, sepse nëse bllokohet Barxhana në Fan, uji vazhdon dhe vjen këtu për 8 orë. Por pas 8 orësh nuk rregullohet as për 24 orë më pas. Janë ato rojet ki kaptazhi. Kaptazhi është një objekt i rëndësisë veçantë. Norma e ka me qenë 5 roje. Ne i kena mbajt me 4 roje me sforcë, pa leje zakoni, pa... Kam rojet e depove.
në Rëshen, kam 5 roje, kam 1 depo ke përgege që është në vete, dhe 4 roje ke depo të Kolsh. Kam 4 punojnës tek stacioni pompa në Rëshen, kam 3 punojnës ke kaptazhi i Rubikut, që janë roje, 3 roje ke depot e Rubikut, pa gjithse 19 roje. Pjesa tjetër janë punëtor tek që merren me mirëmbajtjen e rrjetit, merren edhe me urat e zeza, por në gjithë rrethin, jo në Rëshen, janë për gjithë rreshin, për Rubikun dhe për Rëshenin total numri i punonjësve. Për sa i përket është në eficiencë i sjellësi. Eficienca sipas metodologjisë e REU-s përcaktohet nga numri i ankesave të klientit, nga zgjidhja e problemeve që kanë klientët, pra ka disa parametra që përcaktohet. Është eficient apo jo një ndërmarrje. Paktën kjo i sjellësi. Janë disa terma që i ka miratu enti rregullatori i ujit dhe mendojmë që jena në rrugën e duhur. Pra për këtë muaj të shtosh orarin e furnizimit me ujë në qytet me 4 orë, pa bën investime të reja, nuk është e vogël, zoti këshilltar. Është shumë dhe qyteti është i kënaqur. Këtu përcaktohet nëse abonentët janë të kënaqur apo jo. Faleminderit. Si parashikon këtë vesh që do vije transportin për qytetin e Rubikut, sa ujë do kemi gjatë ditës, sa do kemi ndalesa të tepërta, se ka ndodhur shumë apo jemi në përmirësim, se fatikisht e vujmë pak ne aty si qytetarë të Rubikut. S'kemi pas ujë gjithmonë, ato do të shikojmë sa video bën këtë 5 vjet se e vujmë shumë. A keni mendim se do të ketë ndalesa të tepërta apo normale se do ta quajmë ju? Atëre, Po ma mirë. pa tjetër. Okej. Atëre po, Nika. Me qenë se janë edhe specialistë, se ne ditë diskutuam edhe shumë që. Nëse keni shifër të sakët, sa janë humjet të ujësjellësi? Pyetja tjetër, a do vendosen maca në burim dhe në depot e ujit? Edhe një pyetje tjetër, a keni shqetësim ju për qytetarët e Rëshenit se po ju shnohet një sasi e pa marrë me ujë për efekt të pompave? Mu më është thanë, për ne ju drejtojmë këtyre se ka në specialist me vete që është një mbi faturim si rezultati përdorimit të pompave, se pompat i përdoren prej hallit, se si përdoren prej qefit, që kompreso ajer dhe maci shnën, dhe jo pak, po shnën në një sasi të konsiderueshme. Gjiron bosh. Po gjiron bosh. Gjiron bosh dhe shnën, ai numëratori i shumë. Shto pyetje kam unë. Tjetët kemi diskutuar bollët ditë me shumë. Po merre mikrofonin lush. Kjo ka nevojë se është transmetim direkt, s'ni gjohet. Tani edhe në komision e vërtet rezaurum shumë diskutim, rreth 2 orë, e diskutuam shumë problematika që ne jemi të nërgjeshëm që janë në drejtorinë e ujësjellësit. Njëkohësisht vlerësuam edhe punën e bërë nga drejtori që është vendos, si në shtimin e orarit të ujit, njëkohësisht dhe konkretisht në ndërprerjen e lidhjeve të palishme që janë konstatuar dhe nuk janë pak. Por pyetja ime dhe problematike që takoj disa qytetarë, kemi pallate, komplet pallatin, që faturohet AFRF. Dhe është një kërkesë mos e lishme që ai pallat të gjendet mundësia, nuk besoj se është një, mund të jenë 2-3, të gjendet mundësia dhe si është menduar nga drejtoria e ujësjellësit që këto të instalohen me matje të ujit për një të ardhme dhe sa mund të zgjasë kjo. Faleminderit. Po?
Përveç pyetjes që bana herën e parë, kam edhe këta efektiviteti tani. Një nuk është struktura fare në organik. Se puna parë, që administrata duhet të jetë e pajisur me një strukturë. Për shembull, drejtori, kryetari degës, ky tjetri XY. Pra secili ka një detyrë. Dhe kjo përban strukturën administratës, që ne nuk jemi as nuk e di kush. Se përderisa s'm vjen mund dokumenta këtu, unë mendoj nuk mund ta di një qytetar e thjeshtë. Ajo që është themelore mos e punë, duke qenë me gjitha këto. Nesër diskutohet bashkimi i sjellësit. Tash ky bashkim do ngeli me këtë fuqi punëtore. A do ketë tregues, si do të jenë treguesi tekniko-ekonomik që do shkohet drejt bashkimit me dy sjellësit e tjerë të laçit. Cilit janë rrugë, se këtu çfarë përcaktua si lloj, shpendime keni. Se për me shku me greni një dorë, a me shku me lana tja është këtë thjesht, po me shku të dinjitetshëm, me dinjitet, me tregues, me gjitha dhanat, me gjithë kapacitetet dhe me dhanat që po kërkohet tash 30 vjet për ujë, në gjitha qytetet e Shqipërisë është problematike, dhe thuhet çdo qeveri që vjen 24 orë, dhe kur nuk bëhet 24 orë ujë një mirdit, si mund të pretendohet në Durrës e në Tiranë? Unë në materialet nuk shoh një argument binës që mbin. Nëse keni materialet tjera, nëse keni anë, po unë them që duhet t'i japini këshillit, më qartë, më pasë, jo me shifra teknokratike, që është aritmetik me po, por një seri më të hollësishëm. Faleminderit. Edhe më gjërë, se ne kemi një vështërsi, me sa shofun, një vështërsi të madhe, për shkak se kemi një shtrirje të madhe territoriale, të mirditës, si që dini dhe popullsia është në zvoglim. Do të thotë, jemi janë detyruar çdo institucion, që t'ju përgjigjet popullsisë, sa do qoftë atje 100 vet, 200 banor, sa të ketë të zanë zona e selitës, sepse është taksuar, është ullë numri. Faktikisht duhen kriju kushte që të mos lëvizin, dhe këto kushte janë uje shumë e shumë shërbime tjera, sepse për atë jetojnë atje. Por herës tjetër, drejtori bëri një analizë teknike, performancën teknike të ujësjellës kanalizimit, dhe ne kuptuam që kishte 3 lloj humjesh. U evidentuan 3 humje. Humje që vinë për shkak të amortizimit, sepse unë po ashtë nga analiza, se herës tjetër s'pata dhe mundësinë se mu ta në vend materiali, po ashtë nga analiza që ujësjellës ati Repsit, i Fanit, i tjetrit, e ti Rubikut, i Ermrad, ajo shtrirja tubave të Bargjanes është bërë që në 2003, që do të thotë, nga 2003 deri në kur është lidhur ujë në 2014, do të thotë që ato vetiu janë amortizuar. Do me thanë, a shpreson nërmarrja për ta eliminu këtë problem që ka. Nëse themi do rrisim performancën e nërmarrjes, nëse themi do kërkojmë konsumatorëve, abonentëve që të rrisim çmimet, të justifikojmë dhe rritjen e çmimeve, si ju dini shumë mirë edhe kushdo e di që është një resurs ujë. Është një resurs që realisht nuk e mendoj unë pare në gjanë rritjen e çmimit, por rritja e çmimit ndoshta do të disiplinoj dhe faktin se njerëzit janë dhe tu vadit. Dhe duke i vu sahat, ai s'guxo më me vadit, më marrë me bujësin. Humja tjetër ishte aty që tha dhe Nika për shkak të ndërhyrjeve, dhe nga depo në depo, a shpreson nërmarrja me pas matësa nga depo në depo, apo do vi uja ashtu, si që vjen, pa e ditë se sa vjen e sa del, dhe pa e ditë përfundimisht se sa humje ka. Nuk paka shumë, dhe më thënë që shpresoni ju për të ndryshu nga kjo situatë. Ka pyetje tjera? Atëherë unë kam të pyetje. Nivelin, kam edhe unë ca pyetje. Sa është borxhi i ndërmarrjes? Nga ujësjellësi i Bargjanës, sa abonent familjar në qytet dhe në fshat furnizohen? Me ujën që vjen nga Bargjana, sa abonent furnizohen?
dhe sa mund të kufizohet përdorimi i pompave. Sa rrit koston përdorimi i pompave? Sa lidhje të paligjshme janë hequr gjatë periudhës që ju drejtoni? Sa konsumatorë në qytet dhe në fshat janë pa maca? Dhe çfarë mendohet? Po sa e rrit koston e ujit përdorimi i pompave? Dhe sa e rrit koston humbjet në rrjet? Se pyetjem se sa janë humbjet ka bërë këshilltari Nikol Parendi. Dhe pyetja e fundit është çfarë do të bëhet me rrjetin e mrenshëm për të shtu orarin e furnizimit në qytet edhe në fshat natyrisht, po kryesisht në qytet. Mund të flasësh edhe ullur? Kam punuar mësuese. U bën 2 vjet që s'kam punuar mësuese. Po vazhdoj me Markun, me qenë se bani pyetje në fillim. Nuk ka ndërmarrjen në Shqipëri, ujësia si që më të ketë strukturë, organogram, ndarë në mënyrë të detajuar me sektore përgjithësa gjithçka. Nëse doni strukturën, organogramin, mund t'ja vënë ose mund t'ja ushqej edhe me postë elektronike kush e don. Për sa i përket strukturës. Nuk është kërkuar, sa është kërkuar. Nuk është kërkuar struktura dhe unë kam kam 61 punonjës. Ato 61 punonjës janë sipas një strukture të caktuar e miratuar nga Këshilli i Administrimit. Kemi një këshill administrimi, çdo shoqëri e ujësisë kanalizime ka një këshill administrimi me vendim qeverie. Ai këshill administrimi ka miratuar strukturën, organogramin, mund të asill të miratuar me firme me vullë si i donë. Besoj për këtë dhe nuk është krijuar një strukturë as një administrat për të ardhur e për punuar për ushqimën e mësuesit dhe pastaj diskutojmë. Lutem, kështu do mbledhim gjithë. Jo, nuk mund rri pa ndërhyrje me det. Po mirë, ja thu. Ka koka. Gjithë ta mundor mos të kesh. Pyetja me sa kuptova unë. Është edhe një herë dalë. Cili është efektiviteti i administratës? Nuk e pati për punëtorët të roje të gjitha. Jo, as një lloj, se pata për punëtorë. Nuk ka për administratën. Dhe kush janë? Sa janë ekonomistë, sa mulojnë teknik, sa inxhinierë, sa 13 vete nuk janë anë. Okej. absolutisht. 3 janë arktar, nga të 13, 3 janë arktar. 3 janë arktar nga ato, 1 mreps, 1 rubik edhe 1 rëshen, që nuk I bëjmë dot me një ark, sepse nuk vin dot nga repsi, nga rubiku për të paguajt ujin. Që është më shumë rruga se Marko, mos ju ndërhyt, japin përgjigjen. Janë para këshillit. Dhe një herë. Si mund ta lëshojmë pa dogon fare këtë fjalë pa përgjigje? Janë para organit që është pronar I bashkisë. Nuk janë thjesht para një individi, as para tjetrit, as para Markut, as para administratorit kryesor që është kryetari I bashkisë. Janë para asaj pjese të cilët janë votuar dhe do të japin llogari. Dhe thotë kemi 3 arktar. Me thënë njëri, orti, ka kalu shkyçanej. Fullet me përgjithësi, janë 13 veta, drejtori, kryetari I teknike, ky inxhinieri, 2 arktar, 3 vaturusa kaç. Ta duan. Të se bani dot. Mos atë si lutem, çini kaç të përgjigjen, pastaj po jo mos u shqetësoni kaq shumë se janë shumë të përgjigjshëm, po ju garantoj. Marku, po të garantoj se janë shumë të përgjigjshëm dhe ka një përmirësi të dukshëm në Mark,
Po, okay, një gjë, ja. Përgjigjem pak. Mark, mund të përgjigjem pak si pjesë e Këshillit Drejtues të ujësjellësit. Po. Atëherë, për sa i përket strukturës. Nik. A mund të vazhdoj? Atëherë, si pjesë e Këshillit të Administrimit të ujësjellësit, unë them se për sa i përket strukturës dhe organigramës e kemi kaq të mirë studiuar me detaje dhe nuk ka asnjë pjesëtar të administratës së ujësjellësit që mos të jetë produktiv në punën që bën. Dhe biles mund të duhen dhe më tepër, Mark. Nuk ka aty drejtori duhet, aty arktarët duhen, aty ekonomistat duhen, aty drejtues teknik që duhen me patjetër, duhen, aty inxhinierat duhen. Dhe kështu që struktura është e mirë studiuar dhe e mirë miratuar. Masane, mënyra funksionimit të organigramës ose të rregullit që ka ujësjellësi është e tillë. Aty ka një kryetar asambleje që është kryetari i bashkisë. Ka një bord drejtues, një këshill drejtues që është vendimmarrës për çdo lloj veprimtarie të institucionit. Po, vazhdo, Nikolin. Kaloj te administratori. Tani unë kam dëshirë që me erujti qiketikën, unë jam drejtor dhe nuk jam këshilltar, por kam qenë 11 vjet këshilltar dhe kryetar këshilli, dhe nuk pranoj që dikush këtu nga këshilli të thotë i papërgjeshëm. Nëse mendoni që unë jam një administrator i papërgjeshëm, ka struktura shteti, ka organe kompetente që për personat papërgjeshëm që tregohet vendi. Unë kam marrë këtu për që përgjigjur me tepër korrektesë, në mënyrë ligjore dhe të saktë. Du që ta ruani etikën, unë po flas me tepër etikë, me tepër edukat, sepse kam qenë këshilltar, kam qenë edhe kryetar këshilli, dhe një gjë që s'e kam bën tjerë, s'kam qef me ma bën as tjerë të mua. Për sa i përket bashkimit të shoqërive, ka dalë një vendim qeverie, i cili ka përcaktuar bashkimin e shoqërive të ujësisë kanalizimeve në 15 shoqëri në gjithë Republikën e Shqipërisë. Është pika 4 që keni për të marrë vendim, kanë ardhur ai relacioni nga Ministria e Linjës dhe Drejtoria Përkatëse, Drejtoria Përgjithshme e ujësisë kanalizimeve, dhe janë sqaruar gjitha saktë aty. U kam sqaruar edhe unë. Bashkimi është për t'i kthyer në eficiencë të gjitha shoqërisë, sepse janë shoqëri me borxhe. Dhe përderisa qeveria i jep subvencione, ku sot është bashkia vetëm pronar, jo vetëm bashkia jonë, por gjithë bashkitë janë pronare të vetme, dhe subvencionit i jep qeveria, atëherë qeveria ka pa të arsyeshme që të futet aksioner me 51% të aksioneve. 49% do t'i kenë bashkitë. Këto struktura që janë aktualisht kuptoj që nuk do t'jenë në këtë formë, sepse do jetë një shoqëri për qarkun. Do miratot një strukturë e re, sepse do ketë një këshill të ri administrimi. Pra do ketë përfaqësues Laçi, Mirdita, Lezhë dhe qeveria. Pra mund të mos jetë këshilli i administrimit me 2 persona, si që janë sot. Do të jenë më shumë, sepse secili ujësill do ketë përfaqësuesit e vet, secila bashki. Dhe qeveria e ka pa, sepse do bëhet për më mirë, po mendon. Nuk besoj se po mendon për më keq. A do afrohet shërbimi ke abonenti më mirë apo më keq, kjo duhet ta shohim më vonë. Unë s'mund ta them, unë them sot që ajo është mendu për më mirë. Sepse qeveria ka mundësi të shlyjë debit që kanë ujësillsat. Ujësillsi jonë mund të jetë ndër ujësillsat që kanë më pak debi, se kanë me miliarda ujësillsa të tjerë. Siç është Laçi, sepse kanë vetëm me ngritje mekanike. Mund të harxojnë mbi 100 milion lekë vjetra energji çdo muaj ujësillsa të tjerë. Dhe pika 4 për këtë që është, që të autorizohet kryetari i bashkisë të lidhë një marrëveshje për bashkimin e aksioneve me 2 kryetarët e tjerë të bashkive dhe me Ministrinë e Linjës. Kaq, nuk ka ndonjë shkencë tjetër. Vazhdojmë me rubrikën, me pyetjet nga rubrika. Në rubrik përfundon një rrjet i ri nga kaptazhi i Munazit deri tek abonenti. Këtë investime ndjek bashkia sepse ka qenë
bashkia i ka si investim dhe bashkia ka ndjek, mendojmë që pasi të bëhet ky investim do eliminohen humbjet e ujit pa të ardhur. Nëse eliminohen këto ujë pa të ardhur, normalisht që pritet që furnizimi të jetë 24 orë edhe në verë. Dimrit ka me këtë rrjet rubiku 24 orë. Pra nga tetori nëntori deri në qershor. Besoj ka qenë 24 orë ujë. Si të batë rrjeti i ri është një mundësi më shumë që ne të besojmë që do jetë 24 orë. Do ketë probleme, do ketë avari, normalisht rrjetash, presion ka, dëmtim ka, cilësia e tubit nuk është uniforme në gjithë segmentin që është prodhu. Janë probleme teknike që Po, të mbaroj, të lutem, mos ndërhyn tani, i bëm pyetje. Jo, të lutem, të mbaroj e pastaj diskutojmë. Diskutojmë pastaj. Se nuk do mos ta bëjmë pasaj. Po, pastaj ngjerë. Tani humbjet e ujit. Nën kupton që rrjeti i vjetër është te i amortizuar. Përmend edhe mësuese Maria, është rrjeti i kolona kryesore e Barxhanës që është 38 kilometra, që ka qëndruar 10 vjet pa punë, është amortizuar pothuajse sepse korrozioni ka vepruar, lagështira në tokë, elementet kimik që janë në tokë e kanë dëmtuar. Dhe kemi mjaft defekte, nëse nuk ka javë që s'bën 2-3 defekte saldime në kolonën e Barxhanës. Pra dëmtime. Matsat nuk e di pse s'janë vënë kur është zbatuar projekti. Urdhë? Humbjet kanë qenë në dhjetor kanë qenë 80%, kanë rënë në 70% sot. Bëhet fjalë për rrëshenje, sepse në rubik dhe ku është 24 orë ujë nuk keqa i llogarit, është 24 orë aty. Këtu për rrëshenjen po flasim, është ka 10% kemi arrit me ndërhyrjet, me formalizimin që kena bën gjithë kurore së rrëshenjit. Na ka ngel edhe pak dhe pothuajse e kena formalizuar, sepse të shtosh 4 orë ujë në këtë kohë, ku do ta marrësh ujin? Sasia e ujit nga burimi është e njëjta. Vetëm kemi eliminuar humbje gjatë rrugës duke bën saldime, prerje etj. Kemi ul normën e furnizimit nga stacioni i pompave, pra orët e furnizimit me pompa deri tani. Tani kuptoj që do shtohet sepse kërkesa për ujë është më e madhe, sidomos e fshatra, sepse nga depot e Kolshit kemi lagjen e Kaqorrave, Reç, Kolsh, ndër fusha dhe ndër fanë që jemi detyruar ta shtojmë pak sasinë e ujit tek depoja e Përgegës. Macat ke stacioni i pompa dhe në depo, patjetër që do të këmbgul që të vendosin, sot kërkohen investime për t'i blerë sepse kushtojnë. Nuk e kam mundësinë financiare për t'i zëvendësuar, sepse unë një ditë më parë t'i zëvendësoj çdo administrator do niset sa ujë ka. Por për momentin nuk është mundësia. Shpenzimi i macave nga pompat, ne po punojmë dhe presioni pothuajse në pallate duhet jetë rrit. Problemi janë vetëm parafabrikatet, besoj. Ke pallatet e tjera jemi drejt heqjes pompave. Pra që shkoj para fabrikatet është problemi sepse është llogarit që pasi të bëhet rrjeti i ri shpërndarës në qytet, uji do jetë 24 orë dhe nuk do ketë ajër. Duke qenë se uji është akoma me kufizim në orën 3 deri në 6 dhe nga ora 11 e darkës në orën 5 mëngjesit, kuptohet që krijohet sasia e ajrit që pengon kalimin normal të ujit tek pallatet e fundit, tek parafabrikatet. Pallatet e tjera nuk i kanë këto probleme. Pompat, po heqim ditë për ditë pompa nga pallatet, sepse sasia ka qenë e mjaftueshme dhe me presion, sepse edhe në shtëpi mund të jenë tubacionet e vjetra, të amortizuara. Pra, se ishte pyetja a shpenzen konsumatorët nga ajri tek pompat janë drejt heqjes. Jo, sahatet. Nëse shkon ajër mund të po sahati mund të shkoj edhe mbrapsht kur hik uji. Është e njëjta gjë.
shkon para kur shkon ajri, kur hik uji që vit, shkon edhe mbrapsht. Hec më avash. A, nuk e di këtë më avash. Mbrapsht hecish. Po jam të përgjigjëm, mund të jetë të përgjigjëm, për punë me sahat. Burdo? Ka edhe në elektrik, edhe në ujësjes, po ta kthesh sahatin mbrapsht, ai fillon me shnu mbrapsht. Urdhra. Mirë, vazhdo me pyetje tjera. Tani çdo lloj maci, po ti ndryshosh kahun, ai fillon me shnu sipas kahut. Pra, po ta lidhish, po ti ndryshosh kahun e lëvizjes, edhe lëvizja e diskut ndryshon. Pra, edhe me fizikë, edhe me mekanikë, kështu që kanë kundra valvla, kështu që s'ka shavje mbrapsht. Ka familjar që vendosin, të kuptoj atë, ka dhe familjar që vendosin ajrusin, por ta shmang këtë gjë. Tani, unë jam banor i Rreshemit, unë marr ujë si gjithë qytetarët e Rreshemit. Atë problem që e keni ju e kam edhe unë. Nuk... Urdhër? Deri para 4 muajsh nuk më vinte fare ujë. Deri para 4 muajsh nuk më vinte fare që në fund. Tani vjen me presion. Rregullimi është 24 orë ujë, nuk ka ajër. Momenti që e bën 24 orë. Thash 70. Zoti këshilltar mos mi deformo fjalët. Kanë qenë 80, janë 70. Të lutem. Sot janë 70. Ndryshon me 10%. Dhe goxha shumë. 65% i kanë humbje të gjithë ujësisat mesatare. Mesatarja. Ju 20% i keni humbje teknike në përgjithësi, ku më mirë me 70%. Jo, thot i kanë realisht. Edhe ku të banë rjetet e reja, që do tjetë gjithka 20% të jenë. Po pa tjetër. Dhe po punoj që të përmirësohet. A mund të vazhdoj tjetër? Ne më ti mund mos bindesh unë. Ato si na një gjenë, nështë ta binden. A pjetra të vazhdoja, zoti kryetar, atë vazhdoja, po, mund vazhdosh, po, e pak më konciz. Mund të vazhdoni. Po. Pyetje re kjo, dakor. Do të jap përgjigje. Kemi pallate që faturohen AFRF. Ka mjaft pallate që kolonën e ujit ose tubacionin e ujit e kanë në mur. Nuk ka si lloj mundësie pa investu që të vendosen macat në disa pallate që janë pallate të vjetra, të monizmit, që kur janë montu rrjetet në këto pallate, janë bë pa mac. Kush është banor e Rreshemit i din për disa për këtyre pallate. Nëse ministria ose akumi do japin investime se ka rasti që japin, mi vendos deri në mac, atëherë edhe ato pallate do bëhen me mac. Sot për sot është e pamundur. Mënyra e maqjes ujit do të jetë AFRF për këto pallate. Zëvendësimi i linjave kryesore për Mësuese Maria. Kuptoj që duke qenë se kolona kryesore Barxhana është 38 kilometra, uroj që të vjeri një ditë për tani është e pamundur që ato të zëvendësohen. Edhe kryetari i bashkisë ka pas si ide që me e kërkuar me poshtë, do të jetë një investim shumë i madh, 38 kilometra me gjithë infrastrukturën që duhet përdorur. Macat në depo, Mësuese Maria ka bërë pyetje që e thash që unë që nesër i vendos. Tani sa është borxhi mund ta ketë? 60 milion? Për vitin 2021 është 60 milion.
është normalisht. Borxhi i mbartur pra është nga 2021 është 60 milion. Okej. Të reja kuptohet. Po. Po. Po më. Tani sa abonent furnizohen nga Barxhana. Kuptoj që nga Barxhana furnizohen pjesa më e madhe, por nuk ka fik sepse qyteti i Rreshënit furnizohet edhe nga stacioni i pompave dhe Barxhana. Pra nuk mund të themi fiks, por duke filluar që nga depot e Shmërisë, Mashtërkor, e duke ardhur në Ten, Malej, Përlat, Troje, Përlat, Legegaj, Prosek, Rushku, Gjezu, Kodërshen, furnizohen me ujin e Barxhanës. Po, fshatat kanë Barxhanë. Rresheni furnizohet me Rubiku furnizohet me burimin e Munazit, Oroshi me Grykoroshin. Më fal, Repsi me burimin e Grykoroshin. Duhet furnizohet me Barxhana në Roshë, grasë s'ka, Jo, atje po punoj për t'i formalizuar, zoti këshilltar, për të formalizuar Roshin. Kam qenë, kam shpërndarë njoftimet, me dëshirë, pa dëshirë, do kalojnë me mac. Janë një 2-3 që janë bën alarm që janë në linjën e Repsit, në Mashtërkor, do kalojnë me depon e Mashtërkorit. Nesër ose pas nesër të shej grupin e punës që ata abonent do lidhen me depon e Mashtërkorit dhe linja për Reps do të jetë tepër e kontrolluar dhe do luftoj që të furnizohet vetëm nga Grykoroshin. Në rast Repsi nuk do ta lëm pa ujë. Kuptohet që këte ujë që kena Simon, tani më shumë se ku i sjellsi nuk ka humanizëm. Nëse Repsi nuk të mbetet pa ujë, me orar të kufizuar, por pa ujë s'do mbetet. Kjo do jetë aja. Okej, vazhdo. Por Oroshin e thash që do bëjmë me masa se kishte që ka probleme, ka ujë bollë tani për tani, po derdhet, por banorët e Elxhinit që janë furnizuesit kryesor nga burimi i Grykoroshit që shkon në Reps, do formalizohen me masë. Deri në një moment që ata të pajisin me një depo në vete, pra një depo për fshatin. Momenti që pajisin një depo, do kenë mënyrën e shpërndarjes me vete, jo nëpërmjet tubit të Repsit. Kosët e pompa, normalisht që pompat kanë kosta, sa më shumë t'jenë nezër, aq më shumë energji. Energjia është rrit nga 1 janari e këtej, megjithëse ne i kemi ulë orët e punës të pompave, ashtu çmimi i energjisë dhe kuptoj që kosta kanë. Lidhet pa lishme. Tamam nuk e di, por shumë kam hek. Duhet filluar që nga diga e rezervarit maleve dhe duke përfunduar ke kurora e qytetit. Pra edhe tek tubi i Barxhanës, edhe ke tubacione që lidhin depot, kemi heq lidhet pa lishme dhe jemi vetëm se nuk kam mjetin. Mjetin e kam mundësuar nëpërmjet bashkisë, por që nuk ka pas mundësi ta kem çdo ditë në dispozicion për të prerë lidhje. Jemi shumë kemi heq dhe shpresojmë që tubin e Barxhanës do e pastrojmë plotësisht. Me rrjetin e brendshëm, çfarë do bëhet me rrjetin e brendshëm? Kuptoj që për efekt të reformës së ujësjellsave janë ndërprer investimet, me të marruar reforma për ujësjellsat, shpresojmë që rrjeti i ri do bëhet edhe në qytetin e Rreshënit. Okej. Kaq ishin pyetje, nëse ka pyetje tjera. Faleminderit. Verës, shpresoj që qyteti ta ketë të orar. Jo, me këtë. Do ketë vështirësi në furnizim. Shpresoj që do ketë. Atëherë, po, ka kushte merak tjetër, apo Shkyshisi ka rrë djetë dhe me javë e shtërë, pak të në orari, nuk fillon në orari shpejt. Bona. Vazhdojmë qytetar. po atëherë mbyllim diskutimin për këtë analizë. Vazhdojmë atëherë me pikën 4. Po.
Projekt vendim për miratimin e marrëveshjes tip për krijimin e subjekteve me kompetencat përbashkëta të ujësisë kanalizimeve ndërmjet bashkisë Mirditë përfaqësuar nga kryetari zoti Ndres Dedaj dhe Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës, Agjencisë Kombëtare të Ujësisë kanalizimeve dhe infrastrukturës mbetjeve në zbatim të vendimit numër në zbatim të vendimit numër 302 datë 11/5/2022. Kush është dakord? Kundra? S'ka? Kundra Nikpreni? Abstenim? 1. 2 abstenim? 1 kundra? Miratohet. Okej. Jo, tani është tjetër. Tani miratojmë marrëveshjen tip që dhe autorizojmë kryetarin e bashkisë për të lidhur marrëveshjen. Nuk është në dorën tonë. Po, patjetër, po duhet të autorizojë një person. Vazhdojmë me projekt e kanë marrë vendimin. O cegu. Ulluni, se nuk kemi mbaru. Ullu se do miratojmë vendimet edhe pastaj dilë. Largohu nga kamera. A i vje veç për të bonjourme dhe me hikë pastaj. Vazhdojmë, se sa pëjmë lafe i miratojmë. Atëherë vazhdojmë me pikën 5, projekt vendim për miratimin e tabelave të situatës financiare të bashkisë për 4 muajorin 2022. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Pika 6, projekt vendim për miratimin e anekseve të monitorimit të buxhetit 4 muajorit vitit 2022. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Pika 7, projekt vendim numër 36 për përdorim fond mbrojtjes civile, përdoret nga fondi mbrojtjes civile shumë prej 4 milion lekë për deri automjeteve për parandalimin dhe ndërhyrjen e rasteve të emergjencave të ndodhur në periudha të ndryshme në territorin e bashkisë. Paksim fondi emergjencave shtohet 4 milion. Kush është dakord? Po? Para Agjencinë e Punëve Publike dhe përqiqet drejtoresha, ja po e ke. Shkon automjetësh. Po është vërtet se ka ardhur një fal, po është i domosdoshëm, është automjet zjarr fiks, edhe automjet pastrimi janë shumë të domosdoshme, ndërsa mjetet që është diskutuar për tublet tani me fondin e emergjencave, është për rastet e ndërhyrjeve emergjente, që besoj është menduar një padrom edhe një kamionçina, nuk e di fiks, tamam që ta sqaroj fiks, por janë mjete për me ndërhy, jo për zjarr fiksit, janë me ndërhy, do të përdoren nga ndërmarrja e rrugëve për të ndërhyrë në çdo situatë emergjente, që janë ndërhyrje edhe për zjarret, hapjen e rrugëve, sepse dihet shumë qartë sa herë ka zjarre në për zonat thella, është shumë e vështirë të ndërhysh, është menduar që të merret padron për të hap variante për të hyrë zjarr fiksja, ose për kjo është janë mjete për ndërhyrjet në rastet e emergjencave civile. Po për dyja do përdoren. Unë nuk thash rrugë, unë thash variant. Një variant për të ecë. Jo, këto janë mjete për emergjenca, nuk janë mjete për... Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Projekt vendim për përdorim fondi rezervë. Kemi të përdoret fond rezervë për 1 milion lekë. 50 është projekti,
Po pra, po, ato për 100.000 lek të reja për dhënë ndihmë financiare për Vladimir Laskën, që për atë rastin e Do me thënë e kthehet për 1 milion. Po, kush është dakord? Kundra, s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Vazhdojmë me projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 41 datë 19/4/2017 për caktimin e kufive të pagave të punojësve të administratës Bashkisë Mirdit në Sërën në Bardhësi. E keni projekt vendimin që të mos e lexojmë. Kush është dakord? Ju lutem. Tiku. Kundra, s'ka, abstenim, s'ka, miratohet. Vazhdojmë me projekt vendim për miratimin e vendodhjes së tregut produkteve agro-ushqimore sipas plandvendosjes pasuria 8 është tek pallati tek presidenti. Te presidenti në zona kadastrale lartë. Kush është dakord? Po. Tash i këtu, sigurisht materiali se rani ka ardhur prej kompletuar, se era tjetër ne për shkak të mesave që kishte në trajtimin e vendimit, por në fakt jo për ta marrë kështu si merit, por Komisioni i Barazisë Gjinore dhe në dëgjesat publike, edhe në gjithë njësitë administrative, është kërku treg agrobujësor thuhet këtu, pa është kërku një treg fshati. Unë ju them insistoj në këtë për shkak se do të dëmtohen dhe bizneset e vogla nëse do të ketë të tjerë që vinë licencohen, sepse bizneset këtu në qytet, sepse unë ju kam thënë, mjaftueshëm qytetin e Ershenit ka supermarkete dhe qendra ku shiten zarzavate. Ne na mungon, është e domosdoshme për Ershenin një treg fshati me produkte bujësore e blegtorale. Kjo edhe për t'i ardhur në ndihmë grave që punojnë në fshat edhe për t'i ndihmuar nga ana financiare dhe bashkiat mos i ketë në të ardhmen një problem. Sepse shumica janë gra, faktin e që sot e shohim tregun shumica janë gra, 60%. Dhe nëse aty do licencohen, do bien fugona, makina, ku diun se çfarë, tregtar ambulant, pa lidhje, do të ketë probleme, nuk do të funksionojë ashtu siç e kemi kërkuar. Realisht e kemi kërkuar. E kam kërkuar në pjesën ndërmuese të dëgjesave publike, kemi bërë dhe një shkresë si Komisioni i Barazisë Gjinore, është një nisëm gjinore, dhe unë këtë s'kam pse me anashkalu. Insistoj që të bëhet kështu. Kush është dakord? Kundra, s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Pika 11. Projekt vendim për shtesë në vendimin nr. 11 datë 31/1/2022 për miratimin e pagës qeras për një periudhë një vjeçare sipas vlerës së tregut për familjet e pastre. Keni për 8 familje. Për 8 familje sipas formatit. Disa ishin për rëshqitje. Po nga 2021, çka kanë bërë këto që kanë qenë pastre, që s'kan marrë asnjë lloj mbështetje? Po kam një problem. Është i familjar dhe general. Një shumë shpejt për internet. Rëshqitja. Dhe general. Një shumë shpejt në internet. Është në shqyrtim, është në listë. Është aja është për tërmet, jo? Po s'ka rëndësi, ajo është bonus qiraja është kjo, për tërmet, për emergjenca. Po pra, po kjo për një vit. Po pra, një vit. Kështu për një vit po në gjitha. Çdo vit ne shtojmë derisa aty jepet shtëpia. Jo, se ka bën aplikimin komisioni. A është për shatë punë, apo është tjerë, se këto familje tjerë. Është i futur për... Tash, jam shumë dakord dhe jam pro me vot pro kundër këtij projekt, domethënë pro projekt vendimit,
Por arsyet pse ka kaq me vonesë, kuptoj për ka se vitit 2021. Cilat janë arsyet? Janë arsyet e individëve të cilët nuk janë njohur me ligjin apo janë arsyet burokratike këto? Jo, kanë aplikuar me vonesë. Kanë bërë kërkesa tuk tek ne, i kemi kalu gjitha që ja kemi kalu komisionit posaçëm. Po, okay. Kush është dakord atëherë? Kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Vazhdojmë me pretendimin 2446 për miratimin e masës përfitimit në vlerë monetare sipas strukturës së banimit dhe vlerave të preventivit, sipas projekteve model për subjektet përfitues të grantit të rindërtimit, vendimi i Këshillit të Bashkisë nr. 86 datë 30/9/2021, cilët kanë zgjedhur që ndërtimi i banesave të tyre të bëhet në të njëjtin tru. Është edhe lista bashkë. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Vazhdojmë me pikën 13. Projekt vendim për caktimin e vend depozitimeve të materialeve të nxjerrura gjatë kërmimeve dhe proceseve të tjera të punës gjatë rindërtimit dhe përmirësimit të rrugës automobilistike të segmentit për larg qafë Mërkurth, njësia administrative Selit, Bashkia Mirdit, nga subjekti kontraktor Arifaj, SHPK. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Vazhdojmë me projekt vendimin miratim i dorëheqjes kryetarit fshatit Lëgjin, njësia Laz dhe Preng Nikolli. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Projekt vendim për miratimin e dorëheqjes së kryetarit fshatit Prosek, Tonin Marqione. Kush është dakord? Miratohet. Vazhdojmë me projekt vendimin për përdorim fond mbrojtjes civile. Keni këto që ju kanë ardhur në tavolinë sot, përdoret nga fondi mbrojtjes civile shumën për 319.000 lekë për bonus qiraje për familjet e banesave të cilët janë bërë pa banueshme nga rëshqitjet masive të tokës në janar. A janë çdo që miratuar? Këto që miratuar tani e listën e emërore. Kush? Po. Jo, masën e kanë atje ku e miratuar. Kush është dakord? Kush është dakord? Ju lutem, kartona. Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Projekt vendim për përdorim fond rezerv, të përdoret nga fondi rezerv shuma 40.000 lekë për dhënje ndihmë financiare si më poshtë, të jap ndihmë financiare nga 5.000 lekë në muaj për periudhën maj-dhjetor 2022, pren Frok Morgu. Është kjo gruaja që diskutuam nga Shëngjini në mbledhjen e kaluar. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Dhe projekt vendim për përdorim fond rezerv, të përdoret nga fondi rezerv shumën 50.000 lekë për dhënje ndihmë financiare si më poshtë, jap ndihmë financiare 50.000 lekë për zonën Daniela Koka, njësia administrative Rëshen, për gjendje të rënd shëndetësore. Daniela Është 500.000 lekë që në gjonë, 500.000 lekë rrugë spitali. Po mirë, dhënë ato. Që ditë vlashe, që ditë smolit. Vlash kokës, po. A ka një mundësi një alternativë? Po? Një? Atëherë është ka një propozim për të bërë 100.000 lekë. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Shpejt edhe 2-3 kërkesa, edhe e mbyllim. Sa për të kalu. Atëherë ka një kërkesë për pallati
gjeologun në Rubik për ta përfshirë në rekonstruksion dhe rindërtimin. Është ka ardhur me firmat të gjithë banorëve, është përfshirë. I kalon drejtorisë juridike dhe drejtorisë urbanistikës. Po kështu është edhe pallati i punëtorëve, hoteli i ndërtimit, për rindërtim, për të përfshirë fondet e rindërtimit, ka kalu pronë e bashkisë me vendimin tonë, e keni bashkëngjitur këtu me vendimin nëmër 109. Ka një kërkesë të autoritetit informimit mbi dokumentat e ish sigurimit të shtetit, cilën këtu janë zbatuar gjitha rregullat nga ato kërkesa që kërkojnë ky institucion. Është një kërkesë e banorëve të Shëngjinit për ujin e sjellshëm, ujin e vaditjes, që i adresohet drejtorisë bujqësisë, ujit dhe pyjeve dhe drejtorisë juridike. Një kërkesë e një banore Bardhe Picaku për ndihmë ekonomike për radhën e ardhshme nëse është mundësia, po Bardhe Picaku në Rubik. Jo këtu, është në Rubiku. Një kërkesë nga Dila Taçi, ajo do të bëjë një ndërhyrje kirurgjikale, vendosje proteze. Kostoja e kësaj është 3.000 euro, por ne na iku tash edhe drejtoresha, ne duhet të planifikojmë për muajin tjetër që të jepet Dila Taçi. Një ndihmë. Është kështu që për këtë do të mendoj. Ndërkohë sa të marrim në telefon vazhdim me tjetër. Janë këto modrat e Nën Terezës që kërkojnë për vendosjen e energjisë tek një çajën to që po vjen këtu burgesha. Jemi dakord? Kërkesë për ambient e pune për në shoqata e para dhe tetraplegjikëve, kryetari i bashkisë, nën kryetari ta keni parasysh. Për s'ka. Mirë, rishkojmë muajin tjetër atë. Ka një kërkesë të kësaj që u realizoi, kësaj prena fra Margut, dhe e funit ka marrë ujë sjellsi, nuk kemi tjetër. Po. Ne kemi diskutuar edhe tjetër për agjencinë e Po. kërkoj që erës tjetër. Për emërtimin e shkollës. Se kjo pas me